Elmana Bule ka ndërtuar për vite me radhë profilin e një biznesmeni që qëndron larg ekspozimit publik, pa dalje mediatike, pa deklarata politike dhe pa praninë e zakonshme që shoqëron emrat e mëdhenj të biznesit në Shqipëri. Ai u rrit në sektor që lëvizin miliona euro, si skrapi, metalet, energjia dhe më pas ndërtimi. Por pas këtij profili të ulët, hetimet e prokurorisë së posaçme kanë nxjerrë në sipërfaqe një rrjet kompanish, marrëdhënies dhe transaksionesh që sot e kanë vendosur në qendër të një prej dosjeve më sensitive të drejtësisë shqiptare. Ky biznesmen pohetohet së bashku me kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj për dyshime mbi pastrim parash dhe transaksionesh financiare që SPAK dyshon se lidhen me interesa të paligjshme. Sipas hetimit, prokuroria dyshon se përmes kompanive dhe pagesave të faturuara si konsulencë janë qarkulluar para drejt subjekteve të lidhura me bashkëshorten e Veliajt, Ajola Xoxa. Pas 11 seancave të dështuara dhe shtyrjesh të vazhdueshme, më 9 shkurt 2026, kjo çështje kaloi në gjykim dhe vetëm pas 2 muajsh e gjysmë, më 27 prill, çështja e biznesmenit Elmana Bule u nda nga dosja kryesore ndaj Veliajt, bashkë me 10 të pandehur dhe kompani të tjera, pasi ata kërkuan gjykim të shkurtuar. Në seancën e radhës, më 2 qershor, pritet të shpallet pretenca, ku prokuroria do të paraqesë kërkesën përfundimtare për dënimin ose pafajësinë e të pandehurve. Abule nuk është një emër i panjohur për autoritetet e drejtësisë jashtë Shqipërisë. Në vitin 2007, ai është dënuar në Belgjik me 30 muaj burg për vjedhje në rrethana rënduese dhe për mbajtje të sendeve të vjedhura. Ky episod ka mbetur për një kohë të gjatë jashtë vëmendjes publike, ndërsa më vonë emri i tij është shfaqur në Shqipëri në regjistra biznesi të lidhur kryesisht me sektorin e metaleve dhe import-eksportin e mbetjeve. Me kalimin e viteve, ai është përfshirë në disa kompani që operojnë në tregun e skrapit dhe industrisë së metaleve, një sektor që është zgjeruar ndjeshëm në Shqipëri. Ndër kompanitë e lidhura me të, përmenden Rametal, Metal Form, Fidalba dhe të tjera të cilat veprojnë në fusha të ndryshme si grubullimi dhe përpunimi metaleve, ndërtimi dhe energjia. Sipas materialeve hetimore, vëmendje kanë tërhequr edhe disa lidhje të pretenduara biznesi me individ të përfshirë në çështje penale jashtë vendit. Në disa raste, kompanitë e lidhura me Abulen rezultojnë të kenë pasur marrëdhënie me persona të akuzuar për aktivitete kriminale ndërkombëtare, përfshirë trafik droge. Sipas ekspertit e ekonomisë Azmi Stringa, raste të tilla duhen parë edhe në kontekstin më të gjerë të mënyrës se si funksionojnë tregjet e caktuara dhe strukturat ekonomike në Shqipëri. Për vende si Shqipëria, por edhe për vende të tjera, kjo është analizuar edhe nga shumë ekonomistë të famshëm deri dhe nobelista. Dhe përfundimi që kanë dalë pse disa vende zhvillohen dhe disa vende nuk zhvillohen, është shfaqin simptoma të cilat ka shfaqur edhe Shqipëria, është sepse disa vende dështojnë të ngrejnë ato që quhen institucione gjithëpërfshirëse dhe jo funksionale, por ajo institucione që quhen ekstraktive, që nxjerrin pasuri në shërbim të pak vetave. Kompanitë e lidhura me Elmana Bulen kanë zgjeruar aktivitetin e tyre edhe në sektor që kërkojnë akses institucional dhe vendimarrje publike. Për temat e metalurgjisë dhe energjisë, emri i tij është shfaqur edhe në projekte ndërtimi në kryeqytet. Një nga rastet që tërhoqi vëmendjen e parë publike ndaj tij lidhet me një projekt në zonën e kombinatit në rrugën Llambi Bonata. Aty ku për vite me radhë kishte një hapësirë të hapur mes pallateve parafabrikate e përdorur nga banorët, u planifikua papritur një kantier ndërtimi. Leja e ndërtimit ishte miratuar nga Bashkia e Tiranës. Pikërisht në këtë fazë, në materialet hetimore fillon të shfaqet më qartë lidhja e emrit të Abules me strukturat e vendimarrjes lokale, përfshirë edhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Sipas hetimeve, kjo është pika ku interesat e biznesit dhe vendimarrja publike afrohen më shumë, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si jepen dhe zbatohen lejet e ndërtimit në zona urbane. Pikërisht tek lejet dhe licencat, eksperti i ekonomisë Azmi Stringa thekson se përqendrohet një pjesë e rëndësishme e pushtetit ekonomik dhe institucional, duke krijuar hapësira ku biznesi dhe administrata publike ndërturen ngushtë. E para që ne do të kemi parasysh është fakti që procesi, roli që luan shteti në Shqipëri nuk është vetëm aktori më i madh si klient që ofron dhe punësim, ofron edhe tendera dhe gjëra të tilla, por është dhe aktori kryesor në rregullimin e tregut, sidomos në lejet dhe licencat që ai jep, që është një sektor shpeshherë i nënvlerësuar. Dhe përgjithsisht këto leje dhe licenca është dhe kuptimi është që janë të përqendruara ose shumë vështirë për të marrë nëse ti si individ nuk je pjesë e një kanali të caktuar, si të thuash, që të çon për të marrë këto leje. Sipas materialeve hetimore të administruara nga SPAK, në disa raste Elmana Bule dhe Erjon Veliaj rezultojnë të kenë qenë në të njëjta destinacione jashtë vendit. Një nga rastet më të përmendura është udhëtimi në Kiev gjatë verës së vitit 2024,
i raportuar publikisht si një vizitë zyrtare e Kryebashkiakut të Tiranës. Hetimet, megjithatë, tregojnë se në të njëjtin itinerar figuron dhe Abule. Dokumente të tjera tregojnë se ngjashmëri të tilla udhëtimesh përsëriten në disa raste, përfshirë edhe udhëtime ku janë të pranishëm familjar. Në deklarimet e tyre para hetuesve, marrëdhënia mes palëve është cilësuar si e kufizuar dhe jo e afërt. Hetimet janë zgjeruar gjithashtu në analizën e qarkullimit financiar përmes një rrjeti kompanish, që dyshohet të jenë të lidhura me Abulen dhe individ të tjerë të përfshirë në çështje. Sipas PAK, një pjesë e pagesave janë kryer në formën e faturave të konsulencës, të cilat në shumë raste nuk shoqërohen me dokumentacion mbështetës real. Një pjesë e këtyre fondeve dyshohet të kenë kaluar përmes zyrës ligjore të Ajola Xoxhës, bashkëshortja e Kryebashkiakut të Tiranës. Në dosjen hetimore përmenden edhe raste komunikimesh ku faturat paraprakisht miratoheshin dhe më pas formalizoheshin për të justifikuar transfertat financiare. Hetuesit thonë se në disa raste pagesat janë kryer menjëherë pas këtij formalizimi, duke ngritur dyshime për një skem të mundshme të qarkullimit të parave me burim të paqartë dhe pastrim fondesh. Ekspertë ekonomistë theksojnë se sektorët e ndërtimit dhe licencimit publik mbeten ndër më të ndjeshme ndaj ndërthurjes së interesave private me vendimarrjen institucionale, duke krijuar hapësira të konsiderueshme për abuzim të mundshëm. Qytetarët shqiptar duhet të shqetësohen jashtëzakonisht shumë, sepse gjithë këto zhvillime që po shohim kohës së fundit tregojnë që janë pak aktorë në pak sektor të fuqishëm ose që përqendrohet që kontrollojnë një pjesë të madhe të këtyre sektorëve. Dhe përgjithsisht janë këto sektorët me licenca ose me prokurime, ku edhe siç kemi parë në vende edhe më të zhvilluara se puna jonë të tjera, janë terren fertil shumë i preferuar nga krimi organizuar, pastrimi i parave apo dhe vetë mafia. Stringa argumenton se ndërtimi është ndërruar në një nga sektorët me ndikimin më të madh në ekonominë shqiptare, duke fituar një peshë që, sipas tij, është jashtë normales për strukturën ekonomike të vendit. Kundërthurjen interesa, domethënë nuk mund të them që bashkëpunojnë njëri me tjetrin, se mund të ketë që dhe bashkëpunojnë në këtë punë. Po që ndërthurjen interesa, po ai është sektori kryesor në Shqipëri, i cili ka kapur një peshë jashtëzakonisht të konsiderueshme të sektorit ndërtimit në Shqipëri, ka shkuar te 12-13% e GDP-s aktivitet ekonomik, që është diçka e paimagjinueshme për vende edhe në krahasim me Greqinë, vendet e rajonit, po dhe me BE-n, që është në nivelin 6% si sektor. Që do thotë nesër nëse ky sektor bie, automatikisht ka dhe pasoja të rënda për ekonominë shqiptare. Sipas Stringës, dyshimet për pastrim parash nuk kufizohen vetëm te grupet kriminale, por shtrihen edhe te korrupsioni dhe mënyra se si qarkullon kapitali në tregun e pasurive të paluajtshme. Dhe ky sektor fatkeqësisht po shërben sipas të dhënave zyrtare që nuk flitet si dhe një nga sektorët kryesor të pastrimit të parave, dhe jo vetëm të paras së pisët, ose ta se quhet çunat e Londrës së drogës, por edhe të paras së korrupsionit, që është diçka e nënvlerësuar në të gjitha analizat. Korrupsioni është një nga faktorët kryesor për nxitjen e kërkesës për të blerë apartamente ose për të kërkuar. Sipas të gjitha studimeve rezulton që edhe pas këta personat që marrin këto lejet, licencat, bëjnë dy punë. Marrin lekun e këtyre të vegjelve që kanë bërë pa korrupsion, do të bëjnë një apartament, do të bëjnë një vilë, ndërkohë organizojnë dhe skemën e madhe të pastrimit të parave ndërmjet lejes që ata kanë me dhe investimeve që futen për ata që janë investitorët, kush janë investitorët kanë brapa, nuk dihet. Ndërsa çmimet e apartamenteve vazhdojnë të rriten dhe jo vetëm në Tiranë, sipas Stringës, fuqia blerëse e qytetarëve nuk arrin të justifikojë volumin e lartë të ndërtimeve. Qytetari shqiptar nuk ka aftësi blerëse për këto apartamente dhe numri ose i vilave, numri që ndërtohet është i pa justifikuar. Kam dëgjuar që është thënë në mënyrë të padrejtë, ka dhe një volum shumë madh në mënyrë padrejtë që thuhet që po blejnë shumë të huajt, jo po 60%, jo po që abuzohet me këto shifrat. Të huajt, edhe sipas Bankës së Shqipërisë, bëjnë diku te 20 deri 25% ata që janë jo rezident që blejnë në Shqipëri, që do thotë pjesa e luanit, që ne do të fokusohemi është kush blen këtë 75-80% të kësaj që ndërtohet, që janë presupozohet që janë këta që janë brenda vendit. I pyetur nga Shteg, Elman Abule ka zgjedhur të mos komentojë mbi akuzat, duke deklaruar se nuk është figurë publike dhe se do t'i drejtohet vetëm rrugëve ligjore. Megjithatë, ajo që mbetet pas kësaj historie është një dosje me shumë stresa dhe lidhje që shtrihen nga tregu i skrapit dhe importi i mbetjeve, te projektit e ndërtimit në Tiranë, nga ortakëritë e dyshuara, te kontaktet me zyrtar të lartë, nga faturat e konsulencës të rrjetet financiare që janë sot nën lupën e hetuesve. Një çështje që në thelb shkon për te emrave të përvetshëm dhe ngre pikpyetje mbi mënyrën se si ndërthuren biznesi,
pushteti dhe ekonomia informale në Shqipëri.